Flasim se përderisa unë dhe Ema është emisioni i Altit dhe Ema, na e kena detyrim për ju, për gjithë njerëzit me vanë edhe shpjegimin tonë. Ajo situatë na doli jashtë kontrollit. Shumë. Nga euforia ndoshta, pati dhe na i tërheqi më shumë, na i gjan më tepër që në atë moment tendenca jonë ishte të trembë. Me borën me qesh. Tendenca jonë ishte vetëm ta trembnem. Nuk kishim asnjë tendencë tjetër që ti bënim më të telefonin, po nesër ishte policë prandaj e fajin s'po ne mendum se na Por ideja ishte më morë vetëm telefonin që mos të usta më story budalliqe për gjithë. Ju shku direkt ta slat më. Ajo ishte pak e shpejt, ajo. ishte dhunë. Shiko, në fakt që meqense edhe çuna dhe unë mbaj përgjegjësi këtu, te kamera e fshetë e menduam të përvokin. E menduam për një arsye shumë të thjeshtë, sepse Zebrvoki është e para një unë i njoh dhe kam punuar me të dhe shumë i disiplinuar, ka qenë tek Love Like Tirana, ka pasur një rol atje tek seriali. Dhe e dyta sepse ai ka qef aktrimin. Na kursi në asnjë moment ishte kjo pjesa e Big Brotherit të Gjestit. Edhe tham që ai ka ikur te Big Brotheri, nuk është se shkonte, nuk është aty, dhe thashë çik si më elektronë mirë dhe mund të punoj me neve. Dhe ne në kuadrin të programit që Alti dhe Ema bëjmë prekse dhe që janë buqyer shumë dhe ka qenë prekse shumë edukative si i fundit që mori nuk e disa qindra mijëra klikime, që ishte për njerëz si të ndihmoni një gotë, pra